Testi 1 minutësh që zbulon se ç'po shkon keq me shëndetin. E dini që njeriu mund të jetë mjek i vetvetes. Sigurisht që kjo gjë nuk nënkupton se mund të diagnostifikoni çdo lloj simptome, por me ndihmën e disa trukeve të caktuara mund të kuptoni se çfarë nuk shkon mirë me ju. Sipas Brejcaj do ju njohim me një truk interesant për të cilën mund të mos e keni dëgjuar më parë. Do ju duhet të merrni vetëm 1 minutë nga jeta juaj dhe mund të zbuloni gjëra të panjohura. Merrni një lugë të çfarëdoshme dhe e kaloni në të gjithë sipërfaqen e gjuhës dhe më pas vini re që luga ka mjaftueshëm sasi përshtyme dhe e futni atë në një qese. Pasi ta keni vendosur lugën në një qese të izoluar, e lini brenda për 1 deri në 2 minuta dhe më pas e kontrolloni në dritën e diellit ose në një llampë elektrike. Erërat dhe ngjyra e njollave në lugë mund të jetë përcaktuese për problematikat dhe organizmin tuaj. Aroma e fortë tregon se keni probleme me mushkëritë dhe me barkun. Nëse aroma që nuhasi është e ëmbël, mund të kontrolloheni për diabet dhe luhatje të sheqerit në gjakun tuaj.